Pak ditë përpara protestës së 22 nëntorit në Tiranë, kryetari i Partisë Demokratike është ndalur në qytetin e Durrësit. Rënja e fuqisë blerëse, papunësia, rritja e çmimit të energjisë, mungesa e subvencioneve dhe shtrejtimi i shërbimeve shëndetësore ishin ankesat më të shpeshta që kreu i opozitës dëgjoi nga qytetarët e Durrësit. Jeta jonë këtu është skandalfare. Punë jo, takset të larta, çmimi i energjisë ngrihet. Kurse ne s'kemi lek ta buksot. Çfarë të bëj unë me këta tani? Të marr bukë, drita, ujë apo si mund ta paguaj kurrantin pa punë? Si mund të paguaj ujin pa punë? Për kreun demokrat, situata e rëndë ekonomike është përgjegjësi direkte e qeverisë së Rama. Nuk ka asnjë arsye tjetër që ekonomia shqiptare të gjendë përveç rritjes taksave dhe pasigurisë juridike që ka krijuar me dhunën dhe arbitraritetin e saj. Tani do t'i rrisi prap. Çdo krye familjari i kërkohet paguaj 670.000 lekë në vit më shumë taksa. Ndaj protesta 22 nëntorit, ndryshe nga çdo protestë tjetër, nuk është protestë politike, është protestë ekonomike. Një situatë e vështirë sipas opozitës paraqitet edhe në zonat rurale. Shumë fermerë ankohen se qeveria nuk ka mbajtur premtimet, kryesisht për subvencionet dhe legalizimet falas.